shkues të emisionit Time për programin e sot, rubrikën bonus, kur sot do të jemi pikërisht nga shteti i Durrësit, ku tani do të kemi në bashkëbisedim një rocker që vjen nga shteti i Firit, por pikërisht jemi në plazhin e Durrësit. Ky është një këngëtar, një rocker i cili është i njohur shumë jo vetëm në koncertet e tij në Kosovë, Shqipëri, por më të mëdha është aty në Milano dhe në shumë shtete të ndryshme evropiane. Ky është një që vjen pikërisht nga Firi, një koncept që ai si vjen. Asjeci mi turë sepse tani do të mësojmë dhe të promovojmë shumë punën tuaj si një këngëtar i suksesshëm, dhe të di se kemi pasur të shumë të qoftë Shqipëria apo edhe jashtë saj. Thuaj fillimisht ku ka qenë që të para në muzikë. Fillimet e para në muzikën që rreth vitit 2006-2007. Kemi pas një grup në shkollë. Kemi qenë grupi i parë që jemi krijuar rock për atë periudhë. Edhe kemi luajtur koncerte live, kemi bërë prova, kemi arritur, në ajo punë kemi arritur deri ku jemi sot. Ne kemi mbi 6 këngë, plus një që kemi të publikuar me video, që kemi bërë videoklip, po nuk kemi në një grup televizioni, jemi grup që kemi bërë shumë koncerte, ka shumë këngë që luajmë për koncerte. Kjo jesh prezent për adhurimit të tyre për koncerte në live. Ne çfarë kemi çfarë emocione kemi për jemi për një adhurim të tyre për të bërë që Shqipëria për Në radhë parë është kënaqësia ime që kam arritur deri më sot këtu ku jam. Është një pasion i madh për mua që këndoj muzikë në rock. Siç janë të gjithë rockerat në fillim që janë fiksuar, unë jam akoma me fiksuar zëdare, më shumë e ndjej vetë edhe atë ndjej që kam vetë për hapet e publikut. Jeni më shumë të rock apo roll apo hard rock apo gjë? Të them të drejtën, te rocku jam, po luajmë blues, rock and roll, luajmë gjëra të ndryshme, nuk është se luajmë vetëm rock. Unë pa që keni një lancojmë një videoklip, kemi një serie të shkuesit tanë të videoklipit, unë ato pa të shumë apo videoklipit në shumë të një bashkëpunu, Në fakt, në pas disa vjetësh që punoja vetëm jashtë, kështë e jepon në Shqipëri dhe mblodha grupin tim që kam pasur. Dhe grupin e parë dhe vendosëm të bënim një këngë me një videoklip. Dhe filluam pastaj. Sa të jam urë gjithë këtë punë dhe të një flash me produksion që kam bërë. Kënga ka marrë goxha kohë, se për të krijuar një këngë është pak e vështirë, nuk është shumë kollaj që të krijosh një këngë rock. Ka shkuar gati një muaj vetëm regjistrimi këngës, plus xhirimet pastaj që janë bërë në The Media Production. Edhe të pëlqen. Atë e di publiku, e di publiku. Ato ai pak më shumë sa është e vështirë. Të jeni pak më shumë në gjithmonë, sepse pjesa rock është të jeni një serie të pjesë tjera që janë playback, para vërtetërisë po ne gjithmonë live. Sa të gjithë gjithmonë live. Po mua nuk është fare vështirë të jem gjithmonë live. Unë të them të drejtën, një herë në jetën time që kam funduar playback, që bëja isha i shtirur në skenë në vite turp nga vetja, nuk mund të këndoj dot playback. Në fakt pak më shumë të di sepse kemi pasur koncertet të shumta në qoftë Shqipëri, apo edhe në programin e Milano të shtuar. Si është eksperienca në Shqipëri apo në Shqipëri apo eksperienca që është Shqipëria? Në fakt, me Shqipërinë, çka është, nuk është në një kushtetisë çfarë, është mirë, nuk është keq, se rocku nuk është një rrymë që është shumë e dukshme, shumë me muzikë e bindshme për shqiptarët. Po, me thënë të drejtën, në Itali, në Milano dhe në qytetet e tjera të Italisë, ka qenë me shumë publik i madh, me shumë adhurues të muzikës rock. Pa e ditur fare se cili po këndon apo çfarë është, ata janë adhurues të muzikës rock, edhe mjafton që të ketë një këngëtar të mirë, edhe grupi të jetë i përsosur dhe mund të bësh çfarë të duash. Mund të arrish kudo. Të jemi bashkëpunëtor këtu pasi që atë test këngë në çunë në studio edhe të klipin të bashkëpunëtor këtu që në Shqipëri. Në Shqipëri gjithmonë kam bashkëpunuar me Ardit Lakët, është këngëtar i grupit Black Rose, i cili për vete ka 3 komunitete që ka 3 herë në Top Fest, ka qenë shumë i angazhuar në Shqipëri. Tani ai vazhdon në Gjermani.
gjithmonë me atë kam bashkëpunuar. Edhe tani për jashtë bëj prapë bashkëpunime me atë. Po me studiet muzikore, të regjistrimin të muzikë. Për regjistrimin e këngën e fundit e kam regjistruar në një studio ku quhet Unix. Studio Unix. Ka qenë një grup që më ka ndihmuar shumë Unix Band për të krijuar këngën e klipit. Të vjen në kërët që i ka qenë qoftë që janë amator, jo apo ata që janë shqiptar. Shqiptar ka disa elementë që janë shumë të mirë në Shqipëri. Pa folur me emra, ka edhe Kosova, ka edhe Shqipëria. Ka elementë të mirë plot. Po ti cili ka pëlqyer? Nuk e kam shumë. Nga shqiptarët? Nga shqiptarët nuk kam ndonjë pëlqim vetjak. Them që ka elementë të mirë, por nuk kam ndonjë arsye për pëlqyer. Nga rockerat më të mëdhenj që më pëlqen që të vazhdoj edhe më shtyn akoma edhe më shumë për të vazhduar karrierën time janë muzikantët që mund të quajnë nga më të mëdhenj në botë, siç janë Deep Purple, AC/DC, Guns N' Roses, edhe shumë grupe të tjera, Jim Morrison. Duke ditë që nuk keni problem të ndoni një këngë live. Duke ditë që ai ditë të shpesit të kanë të recitur. Shpesh që të përgatitur të ndonjë diçka live, thuaj në këndonjë nga produktuar në pjesë të këngëja Nga këngët e mia, apo nga tira do të kanë që bjerë para. do të pëlqente më shumë të këndoja një këngë të huaj, por jam shumë konfuz. Mund ta këndosh. Do të pëlqente të këndoja një këngë të grupit Megadeth, e cila është një balad që quhet Aty të Lemon. I don't remember where I was. I realized life is a game. The more seriously I took things, the harder the road became. Well, I had nothing to do. What I've lost, my life was before my eyes. Stop. 1, 2, 3. Atëherë do të pëlqente të këndoja një këngë të Megadeth, e cila titullohet Aty të Lemon. I don't remember where I was. I realized life was a game. The more seriously I took things, the harder the world became. Oh, I have no idea what I've lost. My life bears before my eyes. I have no live, I am complex. All my plans denied. So as you will, just know my friends, I love to stay with you all. Smile when you think of me. My body's gone, that's all. Up to the moon, up to the zombie. Joseph, je dois partir. It's our last word, we'll ever speak, and they'll set me free. Të falenderoj shumë, ju sukses edhe karrierë të bukur. Faleminderit. Si të shkruaj edhe ju për emisionin.